Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, sipas kalendarit të publikimeve, ka prezantuar statistikat e pozicionit të sektorit të jashtëm për 3 mujorin e 2 të vitit 2025 dhe bilancin e pagesave për muajin korrik të këtij viti. Sipas të dhënave, bilanci i pagesave tregon se deri në fund të muajit korrik 2025 u karakterizua me një deficit të llogarisë rrjedhëse prej 742.18 milion euro, duke shënuar rritje prej 206.40 milion euro, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Bilanci tregtar deri në fund të korrikut shënoi deficit prej 3.19 miliard euro, që është 19.03% më i lartë krahasuar me vitin e kaluar. Eksporti arriti në 528.27 milion euro, ndërsa importi në 3.72 miliard euro, një rritje me 15%. Llogaria e shërbimeve ka bilanc pozitiv prej 1.11 miliard euro, një rritje prej 22.25%. Të ardhurat parësore shënuan bilanc pozitiv po ashtu prej 184.93 milion euro, me rritje prej afër 62.39%. Të ardhurat dytësore kontribuesi kryesor në zbutjen e deficitit arritën në 1.15 miliard euro. Sa kaq, remitancat nga diaspora deri në korrik ishin 785 milion euro, ndërsa vlera preliminare për gushtin ishte 143.4 milion euro, duke çuar totalin e 8 mujorit në 928.48 milion euro. Asetet në llogarinë financiare kishin bilanc pozitiv prej 376.32 milion euro, ndërsa detyrimet financiare shënuan në 100.63 milion euro. Investimet direkte në Kosovë arritën në 540 milion euro, ndërsa ato jashtë Kosovës ishin 212 milion euro. Asetet e rezervë u rritën për 201 milion euro. Depozitat po ashtu shënuan rritje me 264 milion euro, ndërsa investimet në letra me vlerë ranë deri në 62.58 milion euro. Pozicioni i investimeve ndërkombëtare në 3 mujorin e 2 2025 u karakterizua me rritje të aseteve ndërkombëtare me 280 milion euro dhe të detyrimeve me 468 milion euro. Rritja e aseteve ndërkombëtare i kontribuan investimet direkte që shkuan në 93 milion euro, letrat me vlerë në 59 milion euro dhe asetet e rezervë në 187 milion euro. Detyrimet e jashtme u rritën përmes investimeve të huaja direkte me 234 milion euro dhe investimet e tjera me 233 milion euro. Borxhi i jashtëm bruto i Kosovës arriti në 4.43 miliard euro, një rritje prej 218 milion euro krahasuar me 3 mujorin paraprak, ndërkohë sektori privat kontribuoi me 133 milion euro, ndërsa sektori publik me 85 milion euro. Statistikat zyrtare të BQK-s pasqyrojnë zhvillimet ekonomike ndërkombëtare dhe ndikimin e tyre në ekonominë e Kosovës në tërësi dhe sipas komponentëve kryesor financiar dhe tregtar.